natyrisht, kurioziteti është i madh për faktin se është hera e parë që arrim deri në një fazë të tillë në një kupë bote. Natyrisht Shqipëria është ndër ato vetmet ekipe në këtë play-off që nuk ka provuar kurrë të jetë në një play-off, qoftë europian apo qoftë kupë bote, dhe kurioziteti është i madh për të parë se si do të paraqitemi në mars apo edhe kush do të jetë rivali ynë, rivalët tanë shpresojmë. Sepse po, na duhet patjetër të marrim fitoren dhe shpresojmë t'ja dalim në të dyja sfidat, por ka të bëjë shumë. Siç e the dhe ti se kush mund të jetë rivali jon, mund të jetë rival me të cilët ne jemi përballur, kemi korrur sukses, ti flasim të gjitha, por fillimisht të shohim një herë tabelën, se kush janë 4 vazot, ku renditet Shqipëria, por edhe kombëtarët e tjerë. Atëherë në vazon e parë ndodhet Italia, Danimarka, Turqia dhe Ukraina, që vlen për të theksuar që kjo vazo do përballet me vazon e 4. Një nga këto ekipe mund të jetë kundër nesh në rastin se ne kalim në finale. Po e marrim të mirëqenë që ekipet e vazës parë patjetër që do e kalojnë. Po, dhe të përballen me vazon e 4 që është Suedia, Rumania, Maqedonia e Veriut, Irlanda e Veriut. Nga këto ekipe kë shikon më në formë që ndoshta mund... Faktikisht, vaza e 4 është vetëm për shkak koeficienteve, sepse po të shohësh kundërshtarët që janë në këtë vazë, apo emrat që janë, ndoshta është ndër vazat më të forta.